Tani vazhdojmë me kronikën tonë të përjavshme, kronikën e Hagës, ku në mënyrë më specifike ne I ka përthejmë gjitha zhvillimet në dhomat e specializuara të Kosovës, me selin në Hagë të Hollandës, natyrisht si gjithherë, në detaje gjitha zhvillimet në Hagë, në procesin kundër ish presidentit Tashim Thaçi, Kadri Veselit, Recep Selimit, Jakub Krasniqit dhe raste tjera, I përcjell nga afër Rina. Rina po përmbyllet një javë me zhvillime goxha të rëndësishme në procesin e prokurorisë kundrejt Thaçit, Veselit, Krasniqit e Selimit. Pikërisht pas mbylljes së rastit prej prokurorisë specializuar e cila zyrtarisht ka ngjarë më 15 prill dhe pas thirrjes së dëshmitarit të fundit dhe dështimit të tij pranimet me shkrim më 1 prill të këtij viti sikurse ishte paralajmëruar, tash është mbajtur të mërkurën e kësaj jave dhe konferenca e radhës për ecurinë e çështjes që është edhe e fundit sepse të gjitha seancat janë shtyër deri në një afat tjetër akoma të paditur deri në momentin që e cakton edhe gjykata dhe janë vendosur disa afate zyrës së mbrojtësit të viktimave, I cili ka konfirmuar zyrtarisht të mërkurën e kësaj jave se do të rrasë dëshmitar, pavarësisht se një gjë të tillë kishte dorëzuar si parashtresë dhe kishte njoftuar për këtë gjë edhe me shkrim se do të rrasë 3 deri në 4 dëshmitar, kur Simon Las, I cili është drejtuesi I kësaj zyre, u zgjua në këmbë dhe foli pra të mërkurën, fillimisht krijoi pak huti për shkak që në fillim thjesht tha që ne kemi më shumë se 100 viktima të cilat mund t'i thrasim dhe për cilat duhet me do e mos sipas urdhrit të trupit të gjykues të njoftoj deri më 28 maj 2025, pra të njoftoj për të gjithë dëshmitarët që dëshirojnë të thrasin në sallën e gjykimit llojin e këtyre dëshmitarëve, sepse edhe mbrojtësi I viktimave mund të sjellë në dhomat e specializuara dëshmitar të hapur ose të mbrojtur, siç ka bërë prokuroria me shumicën e dëshmitarëve të tyre dhe po ashtu do të ofrojë edhe provat e tyre, shkresat e lëndës mbrojtjes në mënyrë që mbrojtja të përgatitet edhe për dëshmitarët e mbrojtësit të viktimave si kurse është përgatitur për gjithë dëshmitarët e zyrës së prokurorit të specializuar që në sallën e gjykimit deri më 1 prill të këtij viti kanë qenë 125, ndërkaq të mërkurën besnik si kurse kanë mundur ta shohin, po besoj tashmë edhe përmes shumë kronikave gjatë kësaj jave, është zbuluar më në fund edhe statusi I Enver Sikiraqës, meqense I njëjti ishte përmendur më 31 tetor të vitit të kaluar gjatë dëshmisë. Ishte shumë dilema nëse ai ishte dëshmitar apo çfarë statusi kishte edhe çfarë lidhje kishte me gjykatën speciale dhe doli të ketë statusin e viktimës apo ishte ndryshe. Kështu konfirmoi Charles Smith. Në fakt kur ishte përmendur Charles Smith është kryetari grupit gjykues, po. Kur ishte përmendur emri I tij gjatë dëshmisë Nureddin Ibishit pra me 31 tetor të vitit 2025, është përmendur nga mbrojtja e Jakub Krasniqit që fillimisht e ka pyetur Nureddin Ibishin nëse e di se Enver Sikiraqi është arratisur, ai ka deklaruar se ka lexuar kështu në media dhe më pas ishin ofruar disa artikuj, Silvia Daskoli pati qenë prokuroria që e bëri pak a shumë të ditur se Enver Sikiraqi kishte punë me gjykatën speciale, Gjonel Metro po ashtu gjyqtari I cili e pyeste avokatën e Jakub Krasniqit nëse po munduani të thoni se ky dëshmitar nuk ka kredibilitet të mjaftueshëm e kështu me radhë, ndërkaq tash Smith ka zbuluar se Enver Sikiraqi nuk e ka dhënë dëshminë e tij vet, mirë po e ka dhënë përmes një dëshmitari tjetër që ka dëshmuar për ndalimin e tij në qendrën e ndalimit në Majac që ka qenë në kuadër të zonës operative të Llapit, gjë për cilën pati folur Rustem Mustafa, pra ish komandanti I kësaj zone operative në korrik të vitit 2023 për këtë rast në speciale.